Lufta zyrtare tashmë me Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit kundër Republikës Islamike të Iranit nuk është asgjë më shumë se një zhvillim i natyrshëm dhe i pritshëm politik, ushtarak, ekonomik dhe gjeostrategjik. Për ata që ndjekin nga afër dhe me vëmendje politikat dhe mesazhet e presidentit Trump dhe administratës së tij, qëndrimet e Izraelit dhe bashkëpunimin e tyre, sot të konfirmuar si partneritet solid, i qëndrueshëm dhe i frytshëm, ishte thjesht të kuptonte se konflikti me Iranin, lufta me shtetin teokratik ishte rrugë pa kthim. Gjithçka është e detajuar prej shumë kohësh, armata njerëzish në radhët e ushtrive dhe shërbimeve inteligjente. Por agjenci në suport të objektivit kanë punuar dhe kanë hartuar plane dhe strategji të pastra dhe alternative lufte në Iran dhe në lindjen e mesme. 28 shkurt 2026, një datë që do të mbetet në histori, si data e kthesës së madhe për lindjen e mesme. Përpara kësaj date, dy lojtar, hapur dhe të deklaruar për të rrëzuar liderin suprem Khamenei, Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli. Rreth tyre, për krah apo prapa tyre, aleat të stepur, kundërshtar të heshtur, disa amorf dhe likuid, siç ndodh rëndom. Të gjithë të pavendosur për të mbështetur Amerikën në këtë mësymje. Vendet aleate të lindjes së mesme, ku Shtetet e Bashkuara kanë baza ushtarake, asnjëri i predispozuar për të dhënë territor, që Amerika të godiste prej ande Iranin. Europa, në paaftësinë e saj të leadershipit, tërësisht e tërhequr nga ideja e sulmit kundër Iranit. Vetëm Kina dhe Rusia e dinin mirë që Trump dhe Netanyahu e kishin marrë vendimin, sepse nuhatjen politike e kanë ende shtazore, krahasuar me vasalët e Evropës dhe të kamurit e gadishullit arabik. Amerika me Trump dhe Izraeli me Netanyahu janë një ndërthyrje komplementare, që nëse bëhen bashk, është thuajse e pamundur që të vësh në dyshim arritjen e objektivit. Të dy e dinë shumë mirë që lufta nuk fillohet me armë, por me inteligjencë, spionazh, penetrim në radhët dhe në kupolën drejtuese të objektivit për sulm, mes informacionit dhe duke pasur në funksion njerëzit e tu, brenda radhëve të kundërshtarit tënë. Në këtë fushë, shërbimi briljant në strategji, taktik dhe praktik është Mossad. Mossadi ka dekada tashmë që është thellë infiltruar, deri në kupolën e Republikës dhe ushtrisë islamike iraniane, dhe kjo është arma kryesore, të dhënat e së cilës janë materiali i parë për të hartuar planin strategjik të goditjes dhe rrëzimit të pushtetit. Dhe është fakt, Mossadi është pjesë e niveleve më të larta qeverisë së iraniane, aktiv dhe vendimarrës edhe në ushtrinë iraniane. I kthehemi pyetjes: a është Mossadi prapa goditjes së vendeve të lindjes së mesme nga Irani? Nga vendet e lindjes, asnjëri nuk dëshironte luftë me Iranin. Arabia Saudite, vetëm ditët e fundit përpara sulmit, prapa kuintave suportoi sulmin dhe dha dritën jeshile për sulm, nëse Amerika e gjykonte. Por të gjithë pa përjashtim ishin për bisedime, diplomaci dhe marrëveshje. Askush nuk dëshironte përdorimin e armëve. Të tjerë e dinin, e kishin kuptuar që sulmi do të ndodhte. Jo vetëm kaq, por në mast kemi shkruar dhe thënë se sulmi do të jetë spektakolar. Dhe ashtu ndodhi. Brenda 8 orëve të para të sulmit, amerikanët dhe izraelitët kishin asgjësuar udhëheqësin Khamenei, ministrin e mbrojtjes, shefin e komandës dhe disa dhjetëra ushtarak të lartë të ushtrisë iraniane. Mossadi i infiltruar dinte me saktësi ku ishte lideri suprem, kush ishte me të dhe ndoshta kishte ndikuar edhe në atë se kush do të duhet të ishte në atë takim. Të atij mëngjesi sulmesh dhe bombardimesh nga ana e Iranit. Dhe tani ju drejtoj një pyetje logjike. Cili është ai drejtues shtabi të përgjithshëm ushtarak, që teksa lufton me Amerikën dhe Izraelin, përhap dhe shpërndan terrenin e objektivave të sulmit në të gjitha pothuajse shtete lindjes së mesme? Nuk ka drejtues të forcave të armatosura që të shpërqendrohet nga objektivi, që është Izraeli dhe bazat amerikane në lindjen e mesme dhe të fillojë të godasë civil dhe zona rezidenciale, objekte strategjike dhe infrastrukturore, si rrugë dhe aeroporte në të gjithë lindjen e mesme. Cili është ai drejtues i forcave të armatosura që në kohë lufte shton brenda 12 orësh numrin e shteteve armike, teksa në luftë qëllimi është të shtosh aleat? Dora e kujt është vallë kjo, që krijoi këtë diaspor goditjesh me raketa balistike dhe dron nga Jemeni, në Irak, nga Arabia Saudite në Siri, Katar, Kuwait, Oman, në total 12 vende? Një informacion me shumë rëndësi, që i shtohet si tablo së përgjithshme dhe e kompleton atë është ai se ushtria e Iranit nuk drejtohet nga një person, apo nga një kupol, por baza ushtarake, apo regjimente të caktuara, që kanë në përdorim armë, dron dhe raketa balistike, mund të vendosin vetë se ka objektiv mund dhe duhet të godasin. Kjo tregon se ushtria iraniane është kaotike në veprim dhe pa strategji të unifikuar operacioni lufte. Ky kaos në ushtrinë iraniane vjen pa dyshim, sepse që në orët e para të luftës u asgjësua lideri suprem dhe drejtuesit e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Ushtrisë. Çfarë u vure dje me njëherë pasi kishin vrarë liderin Khamenei, por edhe asgjë nuk ishte bërë publike?
U vure se Irani filloi të godiste të gjitha vendet e lindjes. Edhe ato që nuk donin të ishin pjesë e kësaj lufte, të cilat teksa u qelluan dhe po dëmtoheshin ndjeshëm në infrastrukturë dhe njerëz, morën menjëherë vendim që të reagojnë dhe ndoshta dhe t'i shpallin luftë Iranit. Goditjet e Iranit në lindjen e mesme shtuan aleatët e Shteteve të Bashkuara në këtë përballje me Iranin. Në orët e pasdites, Irani godet bazë utarake franceze në Yemen, kërcënon paralelisht edhe Britaninë, edhe pse këta kishin deklaruar se ishin kundër luftës. Pas goditjeve, Franca, Gjermania dhe Britania ndryshojnë mendim, qëndrim dhe vendosin të jenë në krah të kësaj lufte, qoftë edhe me suport minimal, që do të thotë se dolën nga gjendja stand-by. Sidoqoftë nga distancimi, pozicioni i tyre brenda pak orësh ndryshoi dhe u bën pjesë dhe do të bëhen edhe më shumë pjesë e luftës, me sa duket me kalimin e ditëve. Na lejohet të mendojmë se prapa shumë vendimeve të Iranit është Mossadi dhe tani vendimet e disa reparteve apo brigadave ushtarake në rajone të ndryshme të Iranit, që deklarojnë se janë të pavarur dhe do të gjuajnë atje ku i gjykojnë ata të dobishme. Janë shërbimet inteligjente, që po e sjellin situatën të tillë, që askush mos mbetet i papërfshirë në luftë dhe që të gjithë të jenë aktiv kundër Iranit. Irani nuk është në gjendje të përballojë këtë konstelacion vendesh që i vendosi vetë përballë tij, duke i bërë aleat të Amerikës dhe me të cilët nuk ja del dot, për arsye aritmetike dhe vetëm, ndaj dhe do të humbas. Kina dhe Moska vëzhgojnë, dhe janë dy vendet që janë më koshiente se kushdo për atë që realisht po zhvillojnë amerikanët dhe izraelitët me shërbimeve inteligjente dhe armatës së armëve ushtarake, potenciali më i mirë në glob. Mossad, një emërtim me peshë, vlen të theksojmë se edhe në vendet ish komuniste, ushtrit, shërbimet informative, studioni dispencat e shërbimit Izraelit, Mossad, është e paimagjinueshme për një mendje normale, që prapa një rakete iraniane, në trajektore për të sulmuar objektivin, të jetë një vendim i Mossadit, një njeri i Mossadit. Sa e paimagjinueshme, po aq edhe intriguese. Sa e pamundur, po aq edhe fakt. Kur je në luftë çdo mjet justifikohet, por që ti drejtosh armikut vendimet e operacionit të zjarrit në interes të luftës tënde, kjo padyshim është izraelite. Përballë së mirës dorëzohemi me çdo kusht. Përballë intelektit për ulemi pa kushte. Mast Channel. Please subscribe.